Kriminali shqiptar Edmond Përbashaj, i njohur si Mondi, nuk shfaq asnjë shenjë pendese, teksa në qelinë të cilit oficerët e policisë greke zbuluan një ruter portativ, një telefon celular dhe një shufër metalike në një kontroll të papritur. Ai është një i dënuar që njihet si një nga bosët më të fortë të mafjes, i cili pavarësisht faktit se po vuan dënimin për një mori veprash penale, gjithmonë arrin të bëjë punët e tij dhe të organizojë bandën e tij, e cila përbëhet nga 10 shqiptarë që kanë shtruar rrjetat në Greqi. Edhe në izolim, Mondi do të gjejë një mënyrë për të pasur një celular dhe drogë në duar, tha një zyrtar i lartë i FBI-s greke, duke komentuar kontrollin e qelisë së tij. I dënuari shqiptar kishte ngritur një dyqan para fabrikash brenda burgjeve të Janinës, me ndihmën e zëvendës drejtorit të burgjeve dhe oficerëve, të cilët i paguante për të mbyllur një sy. Ai fuste drogë kontrabandë në burgje, e trafikonte atë dhe pastronte parat nga menca e burgut. Diçka e ngjashme duket se ka ndodhur në burgun e Nafplios, ku ai po mbahet aktualisht. Sigurisht ai ka kaluar në përshumicën e burgjeve të Greqisë, ku çdo herë ja del dhe vazhdon aktivitetin e tij profesional. Telefoni celular dhe ruteri i gjetur në posedim të Mondit u dërguan në laboratorët mjekoligjor, ndërsa policia shpreson të identifikojë bisedat me kriminalët dhe të zbulojë veprimet e paligjshme që ai dyshohet se ka drejtuar. Mondi fshihet pas vrasjeve, si ajo që ndodhi disa muaj më parë në Thrakomedones, ku një shtetas shqiptar u vra jashtë një kafeneje dhe qëndron pas shpërthimeve me bombë, trafiku të drogës dhe veprave të tjera penale sipas oficerëve të policisë. Një tjetër çështje është ngritur kundër tij, ndër shumë të tjera, për të cilat pritet të gjykohet muajt në vijim.